Petriti. Po, unë jam Muhameti Petrit nga platforma e panairit online. Dhe të mora domethënë për të informuar për një panair virtual që zhvillohet në datën 5 maj, është edicioni i dytë dhe do jetë çdo muaj nga një event i tillë. Domethënë janë rreth 34 biznese që do jenë pjesë e këtij panairi virtual. Dhe ideja është që të bëni network me njëri tjetrin për të parë pikat e përbashkëta se ku mund të bashkëpunoni, sepse janë kategori e ndryshme biznesesh, janë të biznese të vogla dhe të mesme kryesisht. Dhe ideja është që juve njiheni me njëri tjetrin, prezantoni bizneset që keni, shërbimet që ofroni, ose ajo çfarë kërkoni konkretisht për të bashkëpunuar me bizneset tjera. Kjo është pak a shumë ideja. Nëse je interesuar të na bashkohesh te ky event, je i mirëpritur. Nuk ka rëndësi lloji i biznesit, e rëndësishme është të duash të bashkëpunosh me bizneset tjerë, kryesisht aty janë drejtuesit e bizneseve. Në raste të ralla janë që ka dhe administrator ose drejtor ose menaxher, domethënë, por kryesisht 80% janë vetë pronarët e bizneseve, domethënë, që janë prezent në këtë aktivitet. Po, tani rritja e dukshmërisë edhe njohja, si thonë, ne jemi klienta në fund të ditës. Dhe të gjithë jemi klienta diku, Dhe kjo është arsyeja që ne takojmë këto bizneset për të krijuar këtë network me njëri tjetrin. Ai është në orën 5:30-6 të mbasdites fillon deri nga ora 9. Janë total diku tek 34 biznese, po. Tani aty rri sa duash, po të paktën 1 orë 2 orë qëllimi është që të paktën të prezantohesh, edhe të dëgjosh edhe të tjerët deri diku, domethënë, çka bëjnë, ku mund të gjesh pikat e përbashkëta, sepse kjo është ideja, që të gjejmë ato pikat e përbashkëta. Të shkruaj nga numri tjetër të dërgoj informacionet. Ke numër tjetër, ke numër tëndin apo ky është joti? Okej, super. Mirë Petrit, faleminderit, do të dëgjohemi. Ciao.